Kemi në Kafe Shedo, në Syri Televizion, në Syri FM në 89.8 MHz, për gjithë që po na ndjekin nga valët e radios. Ju rikujtojmë që jemi gjatë gjithë kohës live streaming në YouTube, në kanalin e Syri TV, për të mos lënë pas edhe syri.net, ku mund të informoheni mbi të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe jo vetëm. Ndërkohë, numri ynë i telefonit është 069 27 22 27 2, në rubrikën Calling Flavio. Mund të komunikojmë së bashku. Rubrika Fam keqe Calling Flavio dhe du ta kemi një telefonues në pritje. Alo, mirëmëngjes. Pushime apo protest? Faleminderit regjia, nuk e di. Juve keni nevojë për pushime shumë ju të regjisë. Për pushime unë them me ylli rakipin. Nuk është ide e keqe. Në të majt. Unë nuk përfshem. Dhe pëllum pilinçi në të djathtë. Këto lloj pushimesh ju uroj stafit ton, ndërkohë Me qënë se po flasim për protestën, një detaj, ndryshe nga protesta e kaluar trondit më Greta para parlamentit, jo është thjesht një ndryshim recete, që duket si bazik, po tregon shumë ndoshta mbi inflacionin e produkteve të shportës në Shqipëri. Kaluam nga gjuajtjet me vezë, domate dhe speca. Edhe speca? Edhe speca. Speci nuk është shumë praktik për të gjuajtur domate. Unë kam përshtypjen forma aerodinamike e specit e favorizon goxha, po ta mendosh. Me llastiqe duhet iki speci. Dakord. Forges, por pankartat kanë qenë shumë interesante. Edi Rama i pa bes, ju me gaz, ne me vez. Jo koherente, për çka tham. Por qëndron në rima. Dakord, faleminderit edhe për këtë foto ku duket vetëm fjala Arsenal. Faleminderit regjia, një kryevepër regjia. Ndërkohë, Flavio, kemi një lajm shumë të mirë për studentët dhe për pensionistët. S'ka shkollë, apo jo? Nuk është ky, pas shumë vitesh, autoriteti i konkurrencës vuri re se dy kompanitë më të mëdha të telefonit celulare në Shqipëri i kanë ofertat më të mëdha vetmet ato janë. Të vetmet, po. Vodafone dhe One. Të vetmet, Vodafone dhe One. Për 5 vitesh po na rjepin? I kanë ofertat të çuditshme dhe çuditshmërisht shumë të shtrenjta. Dhe ishte rastësi e madhe kjo në momenti që u zbulua, pavarësisht se ishte shumë kohë që abonentët ankoheshin, në Kafe Shedo e kemi transmetuar shumë. Tani operatorët duhet të jenë më transparent, që do të thotë 30 ditë para do të njoftojnë se sa të larta do të jenë çmimet në të vërtetë dhe se sa do t'ju kushtojnë nga xhepat tuaj. Dhe një lajm tjetër i mirë, para përfundimit të kontratës do të keni të drejtën që të kaloni në një paket më të lirë. Pra do kesh të drejtë shkosh nga One ke Vodafone. Wow, por si do jetojmë në këtë botë me këto avancime të jashtëzakonshme për drejtat e njerëzit. Me vërtet, ka disa rregulla pra që supozohet që në thelb të jenë favorizuese, të ketë më shumë transparencë, por një pjesë tjetër e bukur, nëse nuk i zbaton këto rregulla, do të ketë penalitete. Jo. S'ka mundësi, nuk ka mundësi.